Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s e ka nominuar kryetarin e partisë Lumir Abdigjiku, kandidat për kryeministër. Abdigjiku tha se LDK është e gatshme t'u përgjigjet sfidave, por edhe të bëjë zgjidhje. LDK po hyn në një garë të re elektorale me një forcë që nuk vjen vetëm nga numrat elektorale, por nga përvoja, nga qëndrueshmëria, mbi gjitha nga trashëgimia jonë. Ne nuk jemi parti e improvizimeve dhe as e krizave të rrajshme, jemi parti e organizimit, jemi parti e maturisë, jemi parti e vetë shtetit dhe sot më shumë se kur Kosova ka nevojë pikërisht për këtë forcën tonë. Tutje Abdigjiku tha se dobësimi i ekonomisë, shëndetësisë e arsimit dhe rritja e izolimit ndërkombëtar ka sjellë pasiguri te qytetarët e bizneset, derisa tha se ekziston një alternativë për ndryshim përmes lidhjes demokratike të Kosovës. Stabiliteti institucional, kthimi në rrugën euroatlantike dhe zhvillimi i vendit nuk duhet na qëndrojnë vetëm në letër. Ato kanë nevojë për udhëheqje, kanë nevojë për përgjegjësi politike, kanë nevojë për unitet të brendshëm dhe ka nevojë për besim të sjellë. Ka nevojë për një ekip që ecën si një trup, si një mendje, si një qëllim. Pikërisht për këtë jemi këtu, për ta kthyer drejtimin e vendit në duart e përgjegjësisë, për ta kthyer vendimarrjen të institucionet dhe jo të improvizimit, për ta kthyer besimin të shtetit, të aleatët tonë, të qytetarët tonë. Abdigjiku tha se nominimi i LDK-s për kandidaturën e tij për kryeministër është një përgjegjësi e madhe, të cilën ai është i gatshëm ta marrë dhe t'i prijë vendit.